piktura të tmerrshme, harku të triumfit të Bonapartit, kështu që dhe një herë Kelalun nuk ka të njëjtën peshë në Shqipëri dhe në Perëndim. Por Rama kjo është politika, bravo i qoftë. E instrumentalizoi në aspektin e vendas, shkoi aty, po gjyshi i madh aty për treguar se si na e bën. Por që neve do të qëndrojmë analizës tonë gazetareske në asnjë mënyrë, dhe këtu është rreziku që për Rama, sepse duke e instrumentalizuar, çfarë bën? Tregon si ku ka një inat ose një inat të një pjesë të shqiptarëve, pra ata që votojnë PD-n, kundra artistëve dhe kundra marrëdhënieve kulturore me Francën. Dhe kjo është çmenduria ku fut Rama me këtë lloj retorike. Sepse Rama s'mund të thotë që Shqipëria të lexosh atë shkrimin që bëri bashkë me Vučićin, që është një turp, do mbahet mend në historinë e Shqipërisë dhe të Kosovës, si turpi i Ballkanit të hapur. Në atë shkrim Rama si thua e ruajti veten dhe një fjali dallohet nga Vučić, thotë që në Serbi opinioni është kundra, skeptik, po. Gjithnjë më shumë proekonomist, kurse në Shqipëri jemi të gjithë pro-europian. Dhe tani Rama del në kontradiktë. Në shkrim sot jemi në Shqipëri me të gjithë pro-europian, del aty në tek Vila e Hoxhës, se i thotë se këta arbutër duan të prishin marrëdhëniet me Francën apo me artistët. Që është komplet një manipulim. Aty ata shkuan, ajo turm shkoi sepse ishte një simbol i atij regjimi ku i përkiste edhe vetë familja e Edi Ramës apo familja e asaj që drejton sot të qendrën kulturore. Mirë apo keq, unë gazetar, unë nuk mbaj sot moral. Unë shkoj sot që më duket fare e natyrshme që një turm që nuk është shumë e involvuar se me kë firmos Rama marrëdhënie kulturore, se nuk u bë as në parlament, unë pash në një instancë parlamentare, ku thuhet që ajo ndërtesë ndërtuar me gjakun e shqiptarëve. Në atë ndërtesë ku janë marrë vendimet më të egra në Evropën lindore kundra shqiptarëve, i jepet një fondacioni që ky francez, groenlandez apo angles ka rëndësi, po nuk mori mendim asnjëri tej. Okej, nuk i tha asgjë, dhe një që shqiptarët nëse është për lidhje me Francën, për kulturën këtë jo, po mos na çoj Rama provokimin deri këtu, tani, sot që kemi kundra artistëve të huaj. Është një çmenduri, nuk zgjat shumë gjatë, je pas para mirë që dhe deklaratë e ambasadës së Francës, që thjesht që treguohet që si Franca mbron interesat e saj normale, por në deklaratë nuk pati as edhe një aluzion kundra Partisë Demokratike. Sepse vetë Rama mbrapa e tregoi me heqjen e drejtorit të përgjithshëm policisë që ishte fal i policisë. Po, për mos menaxhimin e situatës. Që kur erdhi, kur u bë mbledhja e partisë e parë europianëve në Tiranë me më në 6 vjetor, e kujtohet, asaj kohë kur Berisha